Përshëndetje, hir dhe paqe. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirë se vini në një program të Krishterë Ungjillar. Është mirë të njohim të vërtetat. Sa herë që njeh të vërtetën dhe të vërtetat biblike, Bibla thotë se ne të çlirohemi. Do të njihni të vërtetën dhe vërteta do t'ju çlirojë. Sot dua t'ju flas për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme, të cilën në dritën e fjalës së Zotit e konsideroj si shtyllën kurrizore të Ungjillit. Dua të flas me ty për paracaktimin. Unë jam apostulli Miguel Angelo nga Kisha Ungjillore Cristo Vive me seli në Rio de Janeiro, në Rua Marica 320, në lagjen Campinos, zona perëndimore e Rio de Janeiros, ku ai ndodhet. Katedralja jonë e madhe. Le të bisedojmë për këtë fjalë, paracaktimi. Së pari, dua të them se për të jetuar paracaktimin, do me thënë për të ditur se para se të vija në këtë tokë, Zoti tashmë më kishte krijuar në shpirt. Bibla deklaron që para themelimit të botës dhe kur erdha në këtë tokë, erdha si një i paracaktuar. Do me thënë, fati im nuk u vendos prej meje. Ai erdhi që para themelimit të botës, për shkak të sovranitetit të Zotit. Ai i përcaktoi kur më krijoi mua, kur të krijoi ty, përpara themelimit të botës, që një ditë ne do të merrnim një trup prej lëkure, kockash, gjaku, tendinash, organesh, por që brenda nesh do të ishte shpirti ynë, që është identiteti ynë i vërtet. Ai shpirt, ai ishte i paracaktuar për shpëtim. Kjo ishte vepra ekskluzive e Zotit dhe shpëtimtarit ton Jezu Krisht. Ndoshta ti nuk e di, por në këtë tokë ekzistojnë dy fara, bitë e Zotit dhe bitë e djallit, ata të shpëtimit dhe ata të humbjes. Të gjithë do të ringjallem. Fjala e Zotit thotë në librin e Gjonit disa për humbje, për gjykim dhe dënim, gjyq dhe të tjerët për jetën e përjetshme me Jezu Krishtin. Është e mrekullueshme ta mendosh në këtë mënyrë, sepse kjo eliminon përfundimisht një koncept shumë të përhapur në qarqet e krishtera, se qenjet njerëzore vendosin vetë për jetën e tyre. Ai ka vullnet i lirë. Ai dinit se kjo është një shprehje që nuk gjendet në Bibël. Vullneti i lirë nuk është në Bibël. Ky është një mit, kjo është një gënjeshtër nga Satani për të vjedhur lavdin që i përket Perëndis, i cili është sovran, dhe për t'ia sjellë atë njeriut, i cili është pluhur, që shndërrohet në pluhur, i cili nuk. Bibla thotë se nuk ka asnjë person të drejtë, asnjë që kërkon, asnjë që kupton, dhe se njeriu pa Jezusin dikush është i vdekur në mëkat dhe shkelje. Pra apostulli Pali në dy raste mjeshtrore flet për këtë temë të paracaktimit. Do me thënë, unë jam ajo që jam me anë të hirit të Perëndis, me anë të përcaktimit të Perëndis, me anë të parashikimit të Perëndis, me anë të paracaktimit të Perëndis. Ai thot këtu në librin e Efesianëve, i bekuar qoftë Perëndia dhe Ati, Zoti ynë Jezu Krisht, që na ka bekuar me çdo bekim shpirtëror në vendet qiellore, në Krishtin, ashtu siç na zgjodhi në të para themelimit të botës. Kjo duhet ketë kuptim në jetën tënde. Ai na zgjodhi para themelimit të botës që të jemi të shenjtë, të patëmet përpara Tij dhe në dashuri, thot. Fjala na paracaktoi për veten e Tij, për birësimin si fëmijë në dashuri. Prandaj paracaktimi është një akt dashurie, drejtësie nga Zoti. Ai përcaktoi kush do të ishte për shpëtim që para themelimit të botës, e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja. Ai e di, vetëm ai e di, përmes paranjohjes së Tij, pranisë së Tij kudo, dijes së Tij të plot, gjithfuqisë së Tij, sovranitetit të Tij, kush janë ata të shpëtimit. Vërtet, ka njerëz që kur dëgjojnë për Krishtin nuk u thot asgjë. Dhe ka njerëz që ndonjëherë në mënyrë të thjeshtë kur dëgjojnë fjalën, pasi janë dele, e pranojnë fjalën. Pra, Pali tha se në dashuri ai na paracaktoi që të adoptohemi si bi, sepse fillimisht Zoti e bëri kombin e hebrejve, të izraelitëve, popullin e Tij të zgjedhur. Por ai tha,
unë kam edhe dele të tjera që nuk janë nga kjo vath. Hebrejt janë të paracaktuar nga Zoti si komp për shpëtim, ata me prejardhje jo hebrejn ishin të paracaktuar dhe të adoptuar si mbi. Prandaj, unë personalisht po ju them, me përullësi, nuk kam bërë asgjë që t'jem mëkatar. Bibla thot se kur linda, tashmë linda në mëkak. Gjithashtu nuk mund të bëja asgjë për t'u shpëtuar. Ishte nevojshme që Zoti në sovranitetin e tij të më shpëtonte, sepse isha i vdekur në mëkate dhe shkelje. Ai në lajet, pra ai thot se na adoptoi që të bëhemi bi, dhe e di që kjo çështja e paracaktimit është një temë që ka sjell disa vështirësi, sidomos nëse dikush nuk ka vesh deleje. Bibla thot se kush është i Jezësit dëgjon, kush nuk është, nuk dëgjon. Kush është vërtet nga Zoti dëgjon fjalët, kush nuk është nga Zoti refuzon fjalën. Shpresoj në Zotin që po e merr këtë mësim, që me siguri do t'i bëj shumë mirë shpirtit tënd. Do të sjell një siguri të jashtëzakonshme, të dish se Zoti ka filluar një vepër dhe do ta përfundojë atë vepër. Ai ka dëshirën, ai ka fuqinë për ta realizuar, ai është sovran, bën si të doj, kur të doj dhe me këtë doj. Pra, kjo ishte një diskutim që kisha e Romës, kisha e parë e Romës, e kishte në lidhje me këtë. Po si është e mundro? Si mund t'jetë Zoti drejt dhe të ketë disa për humbje dhe disa për shpëtim? Prandaj, Pali i shkruan Romës, po shkruan për mua, për ty, për kishën. Dhe ai tha, çfarë do të themi pra? A ka padrejtësi nga ana e Zotit? Kurse si? Se e thot këtë? Sepse më parë ai tha, ende pa lindur binjakët, as pa bërë mirë apo keq, që qëllimi i Zotit, sa i përket zgjedhjes, të mbetej, jo nga veprat, por nga ai që thërret. Dhe ai tha atë që ishte thënë tashman, më i madhi do t'i shërbej më të voglit, siç është shkruar, unë e desha Jakobin, po ti mbasdis, thau. Dhe pastaj vjen Roma, dhe ja thot, qetësohu, kjo është se pa drejt, dhe Pali përgjigjet, jo, nuk ka padrejtësi. Çfarë themi pra? Mos vallë ka padrejtësi nga ana e Perëndis, as pak. Dhe ai vazhdon duke thënë, do të kem mëshirë për atë që më pëlqen, të kem mëshirë, do të kem dëmshuri për atë që më pëlqen, të kem dëmshuri. Pra, nuk varet nga kush dëshiron ose kush kërkon, por nga Perëndia që përdor mëshirën e tij. Pra, këto mendime duhet krijosh një lidhje brenda mendjes tënde. Ti nuk je këtu rastësisht, nuk e ndeze këtë televizor rastësisht, nuk ishte thjesht një rastësi, e gjitha kjo është një plan i Perëndis. Perëndia donte që ti të dëgjoje një profet të tij, të tregonte se kush je ti në terma shpirtëror dhe cilat janë planet dhe qëllimet që Perëndia ka për jetën tënde. Nëse e fik, atëherë ti nuk je vesh prej deleje. Nëse ti thua, opa, më në fund po gjej një rrugë të zvërtetës, do të rish deri në fund programit, sepse Perëndia do të shtojë shumë në jetën tënde. Pra, ai thot, nuk varet nga ai që do apo nga ai që dëshiron. Nuk je ti njeriu që ka vullnet të lirë. Vullneti i lirë është një mit, një gënjeshtër e satanajt. Varet nga Perëndia që të përdor mëshirën e tij. Dhe pastaj Pali vazhdon, duke thënë, pra ai tregon mëshirë për këtë doj dhe gjithashtu ngurtëson këtë doj. Kujtohet Faraoni që me një prekje, me një frymë të Zotit do të binte për dhe. Çfarë bëri Zoti? Ai ngurtësoi zemrën që të mos lejonte popullin të dilte nga skllavëria për në Kanaanin. Ai ngurtësoi zela. Ai thot këtë këtu. Atëherë, ti çfarë do të më thuash? Për çfarë ankohet ende ai? Sepse kush i ka rezistuar ndonjëherë vullnetit të tij? Dhe pikërisht këtu fillon zemra e këtij mesazhi. Ai thot kështu, kush je ti o njeri që të debatosh me Zotin? A mundet vallë objektit i pyes atij që e ka bërë, pse më ke bërë kështu? Apo jo, a nuk ka qeramisti të drejtë mbi baltën, që nga i njëjti balt të bëjë një enë për nder dhe një tjetër për turp? Tani do të kuptojmë se çfarë do të thotë kjo, që njerëzit pëlqejnë të debatojnë me Zotin. Dhe Pali thot, kush je ti o njeri që debatosh këtë me Zotin? Zoti është Zot, është sovran, është mbreti i mbretërve, Zoti i zotrëve, është koka e kishës, është bariu, është kryeprifti i rrëfimit ton, është profeti dhe kryeprifti dhe profeti i jetëve tona. Ai është apostulli dhe bariu i shpirtit ton, më i larti. Pra, kur fillon të kuptosh sovranitetin e Zotit,
fillon të kuptosh që njeriu nuk ka aftësi të debatojë me Zotin. Kjo është Zoti, është plani i Zotit, është vullneti i Zotit që ti ta pranosh në këtë mënyrë. Ai tha, a mund të pyes njeriu pse më ke bërë kështu? Jo, nuk varet nga ai që do. Po e kupton? Nuk varet nga ai që vrapon, varet nga Zoti që tregon mëshirë. Ai tregoi mëshirë ndaj meje, po tregon mëshirë ndaj teje. Dhe ai thot kështu, apo jo, a nuk ka qeramisti drejt mbi baltën? Pra, këtu tani Zoti identifikohet sovranisht si qeramist dhe na quan balt. Dhe ai thot të bëhet një nderi nga e njëjta argjil, dhe ai parathot nderin. Kjo shprehje nga e njëjta argjil në versionin e mbretit James të Biblës në anglisht thot nga e njëjta usull, që do të thot nga e njëjta argjil, nga e njëjta mitër. Kush është? Nga e njëjti vend. A lindi barku një birë për shpëtim dhe një birë për mallkim? Eva. Eva pati Abelin, Adami dhe Eva patën shpëtimin, dhe Kaini pati mallkimin. Kaini nuk e vrau vllajin sepse pati një shpërthim zemërimi, një moment gjakënzëftësie. Jo, ai e vrau vllajin sepse ai ishte biri i humbjes. Me jivje. Atëherë fillon të mendosh për këtë botë, fillon të lexosh në media, hapër rrjetet e tua sociale dhe fillon të shohësh një botë të shtyrur, një botë mëkati. Sot kemi mira e mira njerëz. Çdo ditë 38 njerëz kryejnë vetvrasje në Brazil. Kjo është pothuajse 15.000 njerëz në vit. Ne kemi një vend jashtëzakonisht luftarak. Njerëzit zgjidhin gjithçka, duan të shkojnë në gjykatë. Ne kemi 84 milion raste në gjykata. Vetëm në vitin 2023 kishte 35 milion. Kemi një vend me 46.000 vdekje nga vrasjet. Ne jemi 210 milion. India ka 1 miliard e 200 milion banor, ka 45.000. Ne fillojmë të kuptojmë se diçka nuk shkon me njeriu. Njeriu pa Zotin nuk është absolutisht asgjë. Pastaj ai vjen dhe thot, unë jam poçari, unë të kam paracaktuar, unë të kam thirrur, unë të kam justifikuar, unë të kam lavdëruar. Dhe pastaj ai thot, çfarë do të themi, pra nëse Zoti duke dashur të tregojë zemërimin e tij dhe të bëjë të njohur fuqinë e tij, duroj me shumë durim enët e zemërimit, të përgatitura për shkatërim. Ekzistojnë njerëz në këtë tokë të përgatitur për shkatërim. Janë bijtë e djallit, janë pasardhësit e Kainit dhe më pas të Kamit, kur ai u kthye kundër Noes. Nga kjo rrënjë, këtu do të lindin të gjithë bijtë e shkatërimit, të gjithë ata që janë Eus, Eteus, Jebuseus, Emeus, të gjitha këto emra të çuditshëm, të gjitha këto janë fara e shkatërimit. Tani, unë nuk duhet peshkoj në akuarumin e askujt, as të predikoj atje ku Krishti është predikuar tashmë. Dua të flas me ty, sepse Bibla thot se ka njerëz në këtë tokë që janë të destinuar për shkatërim, dhe pastaj kështu që edhe prej kësaj të njihet pasuria e lavdisë së tij në enët e mëshirës, të cilat ai ka përgatitur paraprakisht për lavdi. Pra thuhet se ka disa destinuar për shkatërim dhe disa që ai ka përgatitur paraprakisht për shpëtim. Janë bijtë e Zotit, janë të zgjedhurit, janë të përzgjedhurit, janë gurët e gjallë, janë ata që Zoti i ka shpënguar. Me gjakun e tij bëri një sakrificë të përjetshme, Mesia, qengji i Zotit u frijua, ai ishte pajtuesi për mëkatet tona, ai pagoi. Ai u bë mëkat, ai u vdiq vdekjen tonë, vdiq në vendin tonë, vdiq për ne, u bë pa drejtësi që ne të bëhemi të drejtë dhe të shpëtuar. Pastor, ky paket që po paraqitni këtu me gjithë respektin dhe përulësinë, a është ky një paket i shpëtimit? Është një paket i shpëtimit. Një ditë kur Zoti ma zbuloi, që nuk isha unë ai që zgjodha atë, sepse isha i vdekur në mëkate dhe shkelje, dhe që ai tregoi mëshirë dhe më paracaktoi për shpëtim. Kjo më dha një lloj sigurie, paqe, gëzimi, jete. Të dish që Zoti shikoi këtë tokë me miliarda e miliarda njerëz dhe tha, Michelangelo, ti je imi.
Isha në shtratin e një spitali në Afrikë, në Angola, në Ruanda, nga një aksident që pata gjatë kryerjes së shërbimit mendor. Atëherë, kur isha aty gati për të më amputuar një këmbë me nekroz, me gangren, buzë vdekjes, me një seps, Zoti dërgoi brenda atij reanimacionit në formë trupore të një gruaje, një engjëll të Zotit që tha: "Ti do t'jesh një predikues që do t'a çojë fjalën e Zotit rreth e përqark botës." Atëherë po tërfej se nuk kam bërë asgjë për t'u shpëtuar, nuk kam bërë asgjë për të qenë mëkatar, por kur mësova se emri im ishte në pëllëmbët e duarve të Zotit dhe se ai më thërriste me emër, sepse ai më kishte para caktuar, dhe më deshi, wow, jeta ime ndryshoi. Një rrjet sigurie. Nuk kam frikë nga ferri, nuk kam frikë nga asgjë, as nga e mira, as nga e keqja, nuk kam frikë nga asgjë në këtë jetë, sepse kam një garanci. Profeti Isaia tha: "Nëse kalojmë nëpër zjarr, zjarri nuk do të na djegë. Nëse kalojmë nëpër ujëra, ato nuk do të na përmbysin." Ai tha: "Pse? Sepse unë jam me ty, unë jam Perëndia yt." A mund ta humbas utkë? A është gjithçka që i ka dhënë Zoti? Ja. Zoti, kur ai shkroi ose gëvendi, shkrimi është të shkruar sipërfaqësisht. Gëvendja është si, e dinit, gëvendësh emrin tim në një copë druri. Thell, ai tha se nuk do ta fshinte kurrë emrin tënd nga libri i jetës, përkundrazi do t'ia rrëfente këtë atit të tij. Pastor, po kjo nëse personi beson në paracaktimin, i cili ishte vullneti i Zotit. Shpresoj që ta besoni, të dashur. Nuk është po, sepse nëse është po, atëherë tashmë ka dyshime. Dyshimi nuk vjen nga Zoti, por nga i ligu. Por atëherë, përse duhet predikohet. Nëse jeta është tashmë e paracaktuar, personi sepse askush nuk e di kush është kush në këtë tokë. Ishte Zoti ai që vendosi që ne të predikonim fjalën, sepse nuk ka ndonjë shenjë në ballin ton që të thotë ky është për shpëtim, ky është për humje. Por ekziston një provë. Nëse personi e refuzon fjalën, ai është për humbje. Fjala është gulpengjese. Nëse personi thot: "Wow, unë dua, e pranoj Jezusin si Zot, dua siguri, unë dua të shpëtohem, dua ta jetoj krishterimin me gjithë intensitetin, dua të dal nga errësira, dua të dal nga shtypja, nga posedimi, nga mëkati, nga lidhjet, nga zinxhirët, dua të jem i lirë, dua të jetoj në kuptimin e vërtetë të fjalës." Një person mund ta thotë këtë vetëm, askush nuk mund ta thotë se Jezusi është Zot. 11 Korintasve 12, nëse nuk është përmes shpirtit. Pra, unë do ta përfundoja këtë mendim duke ju thënë të cilët jemi ne që Zoti na ka thirrur gjithashtu, jo vetëm nga hebrejt, por edhe nga jo hebrejt. Ashtu siç është shkruar te Osea, do ta quaj popullin tim atë që nuk ishte populli im dhe të dashurën atë që nuk ishte e dashura ime. Po flet për ty, po flet për mua, po flet për të gjithë ata që ai ka një plan. Nëse është si hebre për shkak të gjakut të Izraelit, është për shkak të kombit, nëse është individualisht. Është me mua dhe me ty që Zoti po flet, nuk është njeriu. Martini Luther thoshte, nëse njeriu mendon se ka qoftë edhe pjesën më të vogël në shpëtimin e tij, ai nuk e njeh Zotin dhe as Biblën. Nuk varet nga ai që do, as nga ai që vrapon, por nga përdorimi i mëshirës së Zotit. Zoti ka paracaktuar për shpëtim. Kjo t'jep paqe. Nuk do të ecësh më me rite, ceremoni, vigjilje, agjërim, kujdes, demon, djallë të tundur, kujdes, këtu ka një kur më. Ti je një shpirt me Jezusin, do të jetosh i sigurt deri në përjetësi, me paqe në zemrën tënde. Pastor, genial. Dhe çfarë duhet bëjmë? Spari, beson atë që të është mësuar. Së dyti, Bibla thot, si do të besojnë nëse nuk ka kush të predikoj. Pra, tashmë jemi marrë vesh, unë po predikoj, ti po beson, tani vjen lidhja, që është të pranosh Jezusin duke e rrëfyer me gojë, duke besuar me zemër se ai është Perëndi, është Zot, dhe ai u ringjall prej të vjekurve. Bibla thot, do të shpëtonesh. Shpëtimi, soteria, në greqishten origjinale, në koinën, do të thotë që je i çliruar. Shpëtimi është t'jesh i lirë nga ferri, i lirë nga djalli, i lirë nga mëkati, nga dënimi, nga gjykimi. E di, je i hir. Kur ke Jezusin, më në fund ke një arsye për t'jetuar. Kuptimi i jetës. Që sot Zoti
të ka kërkuar për kaq vite. Siç thot shëmbulltyra, fshiu shtëpin, derisa gjeti drahmën e humbur, monedhën e humbur. Ti përket Zotit dhe Zoti ka një plan shumë të madh për jetën tënde. Pastor, tani e kuptova ungjillin, e kuptova paracaktimin tim, e gjithë kjo është për shkak të sovranitetit të Zotit. Dhe tani cili është hapi i prit? Të vish në kish. Çdo të diel në orën 9 të mëngjesit dhe në orën 5 të pasdites, këtu te Krishtia ton, ne kemi takime të mëdha. Kur them të mëdha, është sepse fuqia e Zotit është aty, lëvizja e Shpirtit të Shenjtë është mes nesh. Dhe doja të bëja një skid. Ndoshta ti po më dëgjon për herë të parë, ose ndoshta më ke ndjekur prej kohësh, por të ka munguar vendimi shpirtëror. Të marrësh hapin, thuash, do të filloj të jetoj një jetë të krishterë, ungjillore, të shpëtuar. Do të shkoj në Bitokish. Ky njeri më jep besim ose më paraqet besueshmëri. Ai është vetëm i Biblës, nuk merret me tregti fetare dhe ti ke nevojë të jesh në kishën që Krishti jeton. Një vend me garanci shpirtërore, me shëndet shpirtëror, një vend paqeje, ku thirrja e qeverisjes së kishës është të kullot delet e Jezusit. Eja t'jesh me ne, Rruga Marica 320 në Legend Campim, zona perëndimore e Rio de Janeiros. Këtu kemi 10.000 metrat katror më të shenjtëruar, më të vajosur, me një katedrale të klimatizuar, me hapësira parkimi, siguri absolute, ku njerëzit vërtet i dorëzojnë shpirtrat e tyre. Nën kujdesin baritor për të udhëhequr në këtë tokë, ashtu siç bën bari ju me delet. Ne kemi numra telefoni kontakti, numrin e kishës për kontakt. Kemi edhe peshkope që luten, këshillojnë 20 1 30 70 90 90. Dhe nëse dëshiron të më ndjekësh në WhatsApp, 21 90 912 740 154. Ne u përgjigjemi të gjithë atyre që na shkruajnë në WhatsApp. Sepse është një kënaqësi e madhe të bëjmë këtë qasje dhe t'u tregojmë njerëzve dashuri për të vërtetën dhe jetën. Sepse udha e vërteta dhe jeta ekzistojnë vetëm në Jezu Krishtin. Amin. Po të pres veçanërisht ty, të cilin Zoti e ka prekur, të ka folur dhe të treguar për kaq shumë vite. Deri tani ke pasur rezerva në lidhje me jetën shpirtërore. Zoti e prishi. Ky është çekiçi që tërmon kurin. Zoti e theu atë gur dhe tani je i lirë të jesh në kish. Dua ta përfundoj programin gjithmonë duke madhëruar emrin e Zotit që kemi një popull të kishës. Krishti Eron që jep mbështetjen për programet në radio, televizion, në rrjete sociale. Kemi kaluar 1 milion ndjekës në Instagramin ton, po i afrohemi 100.000 në YouTube. Është një punë shumë e bukur, shumë e vërtet. Kjo është ajo që po bëjmë. Do të na pëlqente shumë që edhe ti kishe pjesë. Dua të falenderoj popullin e Krishti Ron, dua të falenderoj ekipin tim të televizionit dhe radios që bashkëpunojnë që apostulit mund të dërgoj fjalën. Dhe në veçanti, 2 familje që janë shumë të forta në këtë çështje të vizionit shpirtëror dhe bashkëpunimit me veprën e Zotit. Djali im i dashur në besim, Rodrigo Ambrosi Fabiani, familja e tij e dashur, ata janë pronarët e rrjetit të supermarketeve Turbo Milk në Villa Emil Mesquita. Pra çdo deri. Unë shpreh këtë mirënjohje sepse e di sa shumë ka vepruar Zoti në jetën e këtij çifti të ri. Duke i nxjerrë nga një jetë e vogël në një jetë të begat dhe një jetë me shenjën e Zotit, bekimin e Zotit. Faleminderit për dashurinë tuaj, faleminderit për kujdesin tuaj ndaj veprës së Zotit. Fjala ime e dytë, gjithmonë me mirënjohje, miku im i dashur nga zemra ime, Renato Villarinho, bashkëshortja e tij e dashur, Claudia Riches, familja e tij e dashur, Zinzane. Kështu që kam një gëzim shumë të madh. Të flas për Zinzane. Gruaja ime pothuajse gjithmonë vesh vetëm Zinzane, sepse moda braziliale, ngjyrat e Brazilit, por me shkëmbin e Zotit në themelin e saj.
Dhe Renato dhe Claudia bekojnë shërbesën tonë, sepse kanë kuptuar përmes një vizioni shpirtëror sa e rëndësishme është ajo që bën, predikon dhe shpall shërbesa jonë. Unë vetë mund të jap lavdi dhe nderim Zotit dhe të them shumë faleminderit për bashkëpunimin tuaj. Faleminderit i gjithëve që morën ples për nderimin. Po qafoj gjithë me dashuri dhe përkujdesje, duke shpallur shërim. Në emër të Jezusit, një mrekulli në jetën tënde, dita më e mirë nga të gjitha, dita e shpëtimit. Hir dhe paqe në emër të Jezusit, Apostoli Michelangelo.